Çdo 10 orë në Kosovë regjistrohet një vdekje parakohshme nga ndotja e ajrit. Kësaj, sipas një ulëmtimi të Institutit Atlas, Kosova kryeson listën e vendeve evropiane me më së shumti vdekje të parakohshme për milion banor për shkak të cilësisë së ajrit. Faktorët kryesor të ndotjes së ajrit vlerësohen të jenë termocentralet dhe komunikacioni. Ne i kemi termocentralet të stërvjetrume, i kemi termocentralet në të cilat pothuajse nuk është bë asnjë investim prej momentit që janë ndërtu. Prej faktorëve kryesorë janë edhe makinat, numri i madh i tyre janë jashtë standardeve. Që cilësia e ajrit të jetë më e mirë, ambientalistët thonë se duhet të ketë më shumë hapësira gjelbruese. Gjelbrimi gjithashtu e pengon një sasi të pluhurit fytyrus që të hudhet në mjedis, nga se e lidh, praktikisht e ndal ose e fundos në thojza. Prandaj po bëhet thirrje që institucionet përkatëse të marrin masa urgjente pasi të dhënat konsiderohen alarmante. Rrugët tona të pastrohen, të lahen më shpesh dhe që të mos ketë baltë nëpër rrugët tona. Kjo është zgjidhja më e mirë. Sipas të dhënave të Institutit Atlas, pas Kosovës radhitet Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.